Sëmundja e papritur e presidentit serb Aleksandar Vučić me njëherë pasi u raportua se dështoi të takonte presidentin amerikan Donald Trump gjatë vizitës së tij të shkurtër në SBA, është në qendër të vëmendjes tashmë edhe në Rusi. Mediat ruse kanë hedhur teori nga më të ndryshmet, madje edhe nga ato konspirative, duke aluduar se Vučić, po ashtu edhe kryeministri i Slovakisë, Robert Fico, mund të jenë elmuar. Kjo si akmarrje pasi konfirmuan pjesëmarrje në paradën që do të mbahet në Moskë në 9 maj. Analisti politik rus Sergej Markov e quajti me ironi sëmundjen e Vučićit si një sëmundje tepër diplomatike. Ai duhej të merrte pjesë në paradën e fitores më 9 maj në Moskë, për të cilën BE-ja e kritikoi ashpër. Tani natyrisht ai nuk do të jetë në Moskë më 9 maj dhe ndoshta të gjithë do të mendojnë se sëmundja është shumë diplomatike, vuri në dukje Markov. Në televizionin shtetëror rus ai nuk kurseu as ironit kur tha se vendi i tij mund t'i dërgojë ekspert mjekësor Vučićit, por ngriti pyetjen, a do i pranojë ai, ashtu siç pranoi ekspertët e FSB-s, që përcaktuan se nuk kishte përdorur armë zanore kundër protestuesve. Por sëmundja ka edhe një arsye tjetër, ndoshta më të rëndësishme, për të shmangur një vizitë të pakëndshme të Vladimir Putin për dy arsye. E para sepse ai mori një paralajmërim serioz nga Brukseli se vajtja në paradën e Putinit me rastin e 80 vjetorit të përfundimit të luftës së dytë botërore mund të nënkuptonte një ndërprerje, ndoshta tepër afatgjatë, të negociatave të antarësimit në Bashkimin Evropian dhe kështu mbylljen e robinetit financiar nga ana e Brukselit, çka ju tha qartë nga Estonia, mjaft më, nëse shkoni te Putini harrojeni BE-n. Arsyeja e dytë është ajo nga e cila Vučić në të vërtetë ka më shumë frikë, një bisedë me Putinin për fatin e industrisë së naftës së Serbisë, e cila është në pronësi të madhe nga kompania shtetërore ruse Gazprom, dhe për këtë arsye në nënkërcenimin e vazhdueshëm të sanksioneve amerikane, dhe tani është edhe njoftimi se vendet që blejnë energji ruse do të goditen me tarifa të mëdha amerikane deri në 200%. Mediat ruse raportojnë se Gazprom mund të jetë i gatshëm t'u shes pjesën e tyre serbëve, por me një çmim që ndoshta i shkakton probleme shëndetësore Vučićit, të paktën $700 milion, por edhe nëse Vučić do të ishte i gatshëm të jepte kaq shumë para, nuk është e sigurt nëse Putini do të bindet dakord me këtë, sepse nish i shërben shumë mirë atij në atë që ai mund ta shantazhojë Serbinë për nevojat e tij sipas dëshirës. Sa kaq që autoritetet lituaneze e kanë ndaluar zyrtarisht fluturimin e një aeroplani serb për në Moskë që transportonte presidentin serb Aleksandar Vučić, siç shkruan Novosti. Sipas autoriteteve lituaneze, fluturimi i aeroplanit që transportonte presidentin serb u ndalua për shkak të ndjeshmërisë teknike dhe diplomatike. Ndryshe, kryeministri slovak Robert Fico ju ndalua më herët që të fluturonte mbi Poloni dhe Lituani, të gjitha me qëllim që ta pengonin që ai të marrë pjesë në 80 vjetorin e fitores ndaj nazizmit në paradën që do të organizohet në Moskë nga Vladimir Putin. Ndihmësi i udhëheqësit rus Yuri Ushakov tha më herët sot se presidenti rus Vladimir Putin do të zhvillojë bisedime dypalçe me presidentin serb Aleksandar Vučić më datë 9 maj.